Falendrimet dhe lavdërimet i takojnë vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamat i dërgoj Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij, sinqer besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë deri ditën e gjykimit. Jemi në ligjëratën e radhës tek cikli ligjëratave komentimi tematik i surave të Kur'anit famlar. Jemi në komentimin tematik të surës At-Takathur, që e kemi potencuar që ani pse është sure e shkurtër, por që ngërthen në vete mësime dhe porosi jetësore. Pothuajse kjo sure me pas brit, do thot sot në kohën që na po jetojmë. Jep me kuptu që Kurani është i përshtatshëm për çdo vend edhe për çdo kohë. Ani pse dikush mundohet këtë realitet me zbeh apo mundohet këtë realitet me e mohu. Tematika që trajtohet e radhës në këtë sure ka të bëjë me ajetin e fundit të surës At-Takathur, ku Allahu Azza wa Jalla tha: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." E pastaj kur të dalin para Allahut Azza wa Jall, keni për të dhënë llogari për mirësitë, për begatitë dhe dhuntit që u ka dhënë juve Allahu Azza wa Jall. Nasi krijesa furnizohemi, do thotë edhe jemi furnizuar të kaluamën edhe furnizohemi tash edhe çdo ditë me dhunti të panumërta të Allahut Azza wa Jall. Dhe normalisht këto dhunti nuk kanë ndonjë kufi të caktuar. Se Allahu ka thonë: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Edhe nëse mundoni me i numëru begatitë dhe dhuntit e Allahut Azza wa Jall, nuk keni me arrit një gjë të tillë. Ose për të treguar që këto dhunti që na i kemi përjetuar dhe i përjetojmë çdo ditë janë nga Allahu Azza wa Jall. Allahu ka thënë: "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Nuk bën vaki me pas ju ndonjë mirësi e që ajo mos ta jetë nga Allahu Azza wa Jall. Dhe normalisht këto dhunti duhet mi pranu që janë nga Zoti, edhe duhet me i marë seriozisht se ka marë momenti, ka marë koha që keme dhonë llogari për këto dhunti që ti ka dhonë Allahu Azza wa Jall. Pra, krijuesi i gjithësisë ka dhonë dhunti, shikim, dëgjim, edhe pastaj ka dhonë logjik shëndosh. Për shkak se kanjëherë njeriu nuk mundet me tregu atë çka dëgjon, për shkak se nuk është në rregull mendja, logjika. Ose njeriu nuk mundet me shpreh atë që e sheh, për shkak se nuk është në rregull logjika, mendja. Andaj Allahu kur e ka potencu momentin, çastin kur na ka nxjerrë nga barku i nënave, çka ka thonë? Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allahu është ai i cili ju nxorr juve nga barqet e nënave tuaja. La ta'lamuna shay'a. Në atë çast nuk keni ditë ju kur gjë. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. E Allahu për të aftësuar njeriu, për të avancu ky fëmijë, kjo foshnjë që ka dalë nga barku i nënës, dhe s'ka pas fare dije, çka ka bu? Allahu i ka thonë: "Wa ja'ala lakumus sam'a." I dha dëgjim. Me dëgju. Fëmia 2 vjet, 1 vjet, 6 muaj nuk flet. Shumicën e rasteve, por çka veç dëgjon. Blen. Pastaj sheh gjëra, sheh sjellje, sheh gjeste, sheh veprime, qofshin të mira apo të liga. Mirë, po krejt këto çka ka dëgju me vesh, çka ka pa me sy, nëse nuk e ka logjikën dhe mendjen në rregull, çka nuk mundet nëse i bën 10 vjet me shpreh ato çka i ka pa, ato çka i ka dëgju. Sikurse fëmijët që janë me aftësi të kufizuar apo që kanë smundje, sindroma të ndryshëm, apo lloje të ndryshme të autizmit që do thotë ja pamundsojnë fëmijëve me fol. Andaj mendja është ai termometri, apo është nga begatitë e Allahut që ka më dhënë njeriu llogari për te. Se si e ka përdor. E këtë ka potencuar dhe Zoti në Kur'an ku ka thonë: "Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Me të vërtetë dëgjimi, shikimi, pastaj mendja, për të gjitha këto keni me dhënë llogari për Allahut Azza wa Jall. Andaj dhunti që na ka dhënë Zoti nuk janë thjesht dhunti spontane, që s'kan arsye. Dhunti që na ka dhënë Zoti nuk duhet me i marr shkele shka, por duhet me i marr me përgjegjësi të plot. Edhe duhet me llogarit edhe me mendu që një ditë ka marrë koha dhe momenti që na kemi me dhonë llogari për Allahut Azza wa Jall, se këto dhunti që na ka dhënë Zoti
a i kemi përdor në vende që Allahu është i kënaqur, apo i kemi përdor këto dhunti në vende që Allahu nuk është i kënaqur. Dhe të mbyllët goja jote të dëgjimit, edhe ka me dëshmu duart tua, ka me dëshmu lëkura jote, ka me dëshmu edhe këmbët se si i kish frizu këto dhunti të Allahu Azza wa Jall, se dikush ka qenë për aty që ka qenë privum, s'ka mujt me ec, ka qenë i varur për njerëzit. Pastaj tjetër s'ka mujt me pa, pastaj tjetër s'ka mujt me dëgju, pastaj tjetër s'ka mujt me fol. Ti këto dhunti ki pas gjitha. S'ke qenë i privuar nga asnjëra prej tyre, andaj kemi dhënë llogari dhe përgjithësi para madhrisë së Allahut Azza wa Jall, se Allahu tha në fundin e kësaj sure, thumma la tusaluna yawma idhin anin na'im. Mos harroni se ka marrë çasti dhe momenti që keni me dhënë llogari para Allahut Azza wa Jall për këto begati. Andaj duhet i vlerësojmë begatitë e Zotit, edhe nuk duhet i nënshmojmë dhe duhet ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall. E para për ta kuptuar drejt çka do thotë me dhënë llogari për begatitë e Zotit, kanë thonë ulemoja përfshin këto gjëra. E para është njohja dhe vetëdijsimi për dhunti që Allahu na ka dhënë. Çfarë dhunti na ka dhënë? Besimin, imanin, që është kajmaku i begative. Se ka në hadith vërtet që Allahu dunjan, pasurin, bukurin, jep edhe të mirët edhe të keqet, edhe ati që ka iman, edhe ati që s'ka iman. Ama dhuntin e besimit, Allahu ja jep vetëm ati që e don Zoti xhallahu ala. Andaj besimi, jeta, gjumi, ushqimi, pijet, shëndeti, për të gjitha këto gjëra ka më dhënë llogari muslimani nesër për Allahut Azza wa Jall. Andaj këto mirënjohje do thotë duhet me i pas parasysh. Pra njëherë njohja dhe vetëdijsimi, mi njoft disa begati kryesore i numëron, pas imanit besimit kuptohet, edhe me qenë do thotë i vetëdijshëm, që këto i ki nga Zoti, i njeh mirësit, e vetëdijson veten që nga Allahu Azza wa Jall, edhe e vetëdijson veten që nuk kanë ardhur shkëlqo spontanisht, por kanë një arsye dhe do të pyetesh për to para Allahut Azza wa Jall. 2. Përfshin gjithashtu mirënjohjen ndaj Allahut për dhuntit, se dietarët kanë thonë mirënjohja dhe falënderimi i Allahut për dhuntit është rruga kryesore që ti shton ato mirësi, ti bekon ato mirësi. Andaj dietarët kanë thonë që vlerat që kanë njerëzit sot nduart e tyre, ari, argjenti, zakonisht i mbështellen me pulhur apo me diçka që mos me i rrok pluhuri. Pastaj i mbyllën në dri që të ruhen më shumë. E pastaj kur i kanë nevojë i duan dhe duken sikur se me qenë të reja. Pse këta i kanë rujt, pse këto nuk janë dëmtu, për shkak se i kanë rujt vend posaçëm. E dyryni, mbështjellsi, siguria që mos me të ik begatit e Zotit që Allahu t'i ka dhënë nga te, thotë është të thotë mirënjohja dhe falënderimi i Allahut Azza wa Jall. Dhe këto e ka potencuar Zoti në surën Ibrahim, ajeti 7 ku Allahu i tha pejgamberit: "Wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la yazidannakum wa la in kafartum min adhabi lashadid." Përkujtoje ti robëve të mi se Allahu Azza wa Jall ka vendosur një rregull. La in shakartum la yazidannakum. Nëse falënderoni për mirësitë, tregoni mirënjohje, la yazidannakum. Allahu thotë ku më ashtu të mirat. Wala in kafartum min adhabi lashadid. Mirë, por nëse e bëni të kundërtën, i mohoni mirësitë e Allahut Azza wa Jall, dënimi i Allahut Azza wa Jall është i rënd. E treta që përfshin është përdorimi real edhe i drejt i dhuntive. Pra, tham që dhuntit nuk vinë spontanisht. Dhe këto dhunti duhet me i përdor në vendin e duhur. Në Islam nuk ka diçka që nuk po di. Në Islam nuk ka diçka që me thonë s'po di ku me përdor këtë mirë që me ka dhënë Zoti. Njerëzit natyrshëm janë vetëdijshëm, por Allahu ka dërguar pejgamber. Ka shpall libra për të treguar ty se çish duhet mos sjell me të mira që jep Zoti, ku duhet me shfrytzuar të mira që i ka dhënë Allahu Azza wa Jall. Pra përdorimi i drejtë i dhuntive jep me kuptuar që raporti jot me Allahun ose i sinqert, i kuptueshëm dhe real. Keq përdorimi i mirësive është nga mëkatet e mëdha, do të folmi në vijim. Pastaj dhënia llogari për dhuntit të Allahut Azza wa Jall. Pra kimë dhon llogari para madhrisë së Zotit xhelalu ala se ku i kish shfrytzuar këto dhunti. Ka me tytë Allahu Azza wa Jall për shëndetin. Si e kish shfrytzuar shëndetin? Si e kish shfrytzuar kohën e lirë? Nga se, që ka thonë pejgamberi sa në hadithin e vërtet, ni'matani maghbunun fiha kathirun min an-nas, as-sihhatu wal-faragh. Njerëzit janë të prirur në atë formë që mos më ia ditë kimetin,
dy dhuntive edhe dy begative. As-sihhatu wal faragh. Njëra është shëndeti, edhe tjetra është koha e lirë. Për këto dhunti, do thotë kemi pyet para Allahut azza. Pastaj kemi pyet për pasurinë. A ke shfrytzuar pasurinë më me një madh? Që u bë Karuni, Hamani, Firauni? A ke shfrytzuar pasurinë më bë si Abu Bekri, Uthmani, Talha, Sa'di ibn Maqasi, Abdurrahman ibn Aufi, edhe sahabit e tjerë? Pastaj diturinë që ka dhënë Allahu azza wa jall. Ku e ke shfrytzuar diturinë? Dhe aja ke mësuar njerëzve hakun dhe të vërtetën. Edhe fundit është na jemi dopt. Edhe normalisht vazhdimisht rrezikohemi që këtë mirëqenie që e kemi, këto begati që e kemi, me na u largu nga vetveta jonë, nga jeta jonë. E çka duhet me bëu këtë rast? Përveç falënderimit edhe përdorimit drejt këtyre dhuntive, e kemi edhe një element shtesë, ajo është duaja. Duaja drejtuar Allahut azza wa jalla, o Zot, këto begati që mi ke dhon, shtomi ato. Mos mi pakso ato dhe ma mëso që këto begati të fshizoj aty ku kënaqesh ti ja Rabbul Alamin. Mesela e radhës tek ajeti i fundit është keqpërdorimi i begative dhe mirësive të Allahut azza wa jall. Dietarët kanë thonë që nga mëkatet më të mëdha pas shirkut edhe mos faljes së namazit është keqpërdorimi i mirësive dhe të begative që Allahu ja jep njerit. Si ta kuptojmë keqpërdorimin? Kanë thonë ulemaja, keqpërdorim është me i shfrytzuar të mirat e Zotit aty ku Allahu nuk është i kënaqur. Për shembull, pushteti është sprovë, por e ke kuptuar që je sprovu më kom pushtet, më pozitë, në karrik, duhesh tash me kalu pragun. Cilin prag është? Mos me keqpërdor pushtetin dhe pozitën me i bë padrejti njerëzve. Se është keqpërdorimi të mirë e Zotit. Pastaj pasunia, mos me keqpërdor pasurinë me rishfet, me ja marr tjerëve pasuritë e tjerëve pa drejt, me ja uzurpu tokat vetëm se ke pasuri. Gjithashtu me keqpërdor mirësinë e të folurit. Që të folët është mirësi, nuk është mirësi e thjeshtë, por është mirësi e veçantë, që shumë njerëz janë privuar nga të folurit. Mos me keqpërdor këtë mirësi të Allahu që Allahu ta ka dhënë gjëra të ndaluara, bardhë fjalësh, gibet dhe gjërat e tjera. Dietarët kanë thonë që keqpërdorimi i mirësive të Allahut, meqense është prej mëkateve të mëdha, le pasoja të rënda në jetën e muslimanit. Pra pasi që e kuptuam çfarë do të thonë me i keqpërdor mirësitë, me domos duhet me i cek edhe pasojat negative, të cilat pasoja i sjell keqpërdorimi i mirësive të Allahut azza wa jall. E para prej pasojave është humbja e begative. Allahu azza wa jall, atij që i keqpërdor mirësitë, ja humb begatit dhe dhuntit. Dhe kjo ndodh disa forma. Forma e parë, kanë thënë ulemaja, është ka mundësi Allahu ja shton ato që duket si pasuni, po ja merr shëndetin. Pra i ka milionët edhe Allahu ja bën që të ketë sukses në biznes hala më shumë, por ja merr shëndetin. Edhe në faka djemve, vajzave, nipëve, mbesave me e shfrytzu edhe grave ti ketë pasuni. Ki nuk e shfrytëzon. A biznesi qarkullon ec. Për të arsye njerëzit shpesh na drejtohen si ka mundësi ka hoxh veç ata që po punojnë me haram po ecën përpara. Kjo nuk është ecje që e do Zoti. Nuk është ajo ecje që duhet me lakmu ti si musliman. Se ka pas njerëz para ty dhe mu kanë lakmu kur e kanë pa Karunin me pasuninë vet. Por kur kanë ndodh shafitja në tokë, kanë thonë që shuqyçi s'ka komisjaj. Andaj ne mos ta bëjmë punën që Allahu me pur argumente, ato që kanë ndodhur kohën e Karunit që në një periudhë të caktuar me shkurt, kanë thonë innehu ladhu hadhin adhim. Asikur ta kishte dhënë Zoti sikur se Karunit. Aty ka dhënë shumë. Kur ka ardhur shafitja, e shafiti Zoti këtë kriminal me këtë pasuni dhe ushtrinë e vet, ata ndryshon çasjen pastaj. Kësi rasën mos pritni, po me i perceptu drejt të fund, edhe me tregu që ai i cili i keqpërdor mirësitë e Zotit, Allahu ja merr ato mirësi. Pra para ka mundësi ato që duket pi njerëzve, pasunin, letër, monedh, edhe ato nuk ja prek, por ja merr shëndetin. Ose e dyta është i jep smuj, i çon këtë i harxhon në ilaç. E treta është ka mundësi, ka thonë Allahu azza wa jalla, i ha këtë pasunin krejt. Bankroton edhe dështon. Këto se ne përballojnë,
ata që s'kan iman besim. Ose fundi kanë thonë lemaja, e le në dunja me shku salamadi. Po do pasuni, jashton pasunin, po do buxhet, jashton buxhetin. Kur e le dynjë gjykimit. E pse mi ashtu po na bojnë kanë njerëzit pyetje? E pse mi allon atij Allah i pasunin kur e bëhet zullumçar? Na shkaj themi, e ato shkëna kam thonë Zoti te pejgamberi, i jashton pasunin, mi ashtu nesër dënimin. Je pa fat edhe nesër inna adhabi la shadid, që ka thonë Zoti në sunen Ibrahim, dënimi jam është i dhëmshëm për ata që do thotë i kesh përdorur mirësitë e Zotit. Prej pasojave është edhe zemrimi i Allahut azza wa xal. Allahu subhanahu wa taala zemërohet me robin kur ai kesh përdorur mirësinë. Për shembull, siç ka në hadith vërtet e kundërta e zemërimit. Thotë pejgamberi, Allahu ka qef kur robi e hani ushqim, e pi një pije, çka thot? Elhamdulillah. E falenderon Zotin për këtë ushqim dhe për këtë pije. E kundërta është ai i cili pin prej të mirave të Zotit, han prej të mirave të Zotit, ama as nuk bën bismillah, pa as nuk thot fund elhamdulillah. Pra as nuk e falenderon Allahun. Pra me të parën është i gëzuar Allah dhe i lumtur, ndërsa me dytin është e kundërta e asaj. Pastaj është dënimi në ahiret. Kjo njeri pra do të jap llogari ditën e gjykimit. Dikush mund të më thonë, okej, ki që kesh përdorur mirësit, jep llogari, ama na dim argumente që mua dhe musliman ka mënë llogari. Çka mesjelja? Ki që kesh përdorur mirësit edhe ki që përdorur në hajër. Të dytë po japin llogari. Ku dallimi? Kan thonë ulemaja, ai i cili i kesh përdorur mirësitë e Allahut, pyetet për to mirësi në lloj në çmimi dhe dënimi. E muslimani pse mu pyet kur i ka përdorur mirësitë, ku ka dorë Zoti? Kan thonë ulemaja, mu pyet për këto mirësi që Allahu mi kallëzu këtij robi, që edhe sa ke qenë në atë vend të pavlerë në dunja, ti kumëllon këto mirësi, 1, 2, 3, 4, plot. Thot që ato që ti kumëllon në dunja, i ke përdorur në hajrë, ku e më kënaqur une? Tash çaja përdorje në hajrë, çfarë falënderim, ta mundson ty që kjo me një botë me vlerë, me një botë që ka një fillim dhe s'ka mbarim, dhe ka begati që vesh në emra, jo në të kësaj bote. Mirë po në shije, në lezen, në bereqet nuk janë as pak. Andaj, e pyet Zotin muslimanin, ato që i ka përdorur mirësitë rrugën e Zotit, ja numron, mirë po ja numron për nder, respekt. Me ja kujtu se, edhe pse i konë në dunja pa vlerë, ta kom thonë këtë, ki falendru tash ja ku e ki gjenetin dhe ku i ki gjera që synjot si ka po kur, veç jo s'ka dëgjuar kur për ta dhe menja jote kur nuk ka menu që ka gjera të bukura. Gjithashtu prej pasojeve, kesh përdorimi mësimit është ngurësimi i zemrës dhe nga largimi nga udhëzimi. Më kujtohet një rast, se isha talebe në Prishtinë me dreze, pasaj vitin e parë fakultet, kena pa shoshni me njerëz më të mëdhaj se nan, po flas në mosh, edhe me drejtime të ndryshme të fakulteteve. Edhe normalisht ka pas njëri që ka arë në fakultet, i ka pas kushte vështira, se ne ka menaxhu jetën studentore mirë vitin e parë. Ka do Zoti ka pas sukses fakultet, edhe inteligjencë, dhe ka fillu qysh fakultet me fillu me punu. I Zoti ja ka fol një gruan ndershme me shamik kështu më radh, edhe ai ta shtuhin tripat punës. Okej, ka kryer fakultetin se inteligjencë ka pas lart, kur ka rrim pasuni, edhe një inteligjencë, një farforme, ka fillu me kriju shoqni dytë. Shoqni intelektuale shtojza. Edhe tash, kur ka arë koha mu taku për mu avancu në biznes, ata dyqy që kanë këshu këto me sy që dyqëm. Ky gjali këndshëm, ky gjali dishëm, me pas gru me shamia, me pas gru që s'den kafa, s'përzit me bura. Edhe ky ka fillu me llogarit si penges. I ka falë Zotë e vlatë, shumë do thash për grujës. Gruja po bëhet penges. Ku? Në biznes, në avancim. E dojti grujën. Edhe e morë një fotomodele. Mazi përfundoi kjo, ata e shikoni me sy qetër hala. Të vimi s'ka s'kej, as brina nuk ka. Çka shikonin? E shikonin të u falë në syre. Tash nuk e ka atë grun e mbulume me apru pishkirin mas abdesit, me apru se gjadë më u falë në syre. Qetër puna e ka. Pse tha tja falësha, a kështu fillu me fshy me sy tjetër. Edhe gruja re, edhe shoshnia, filloi me ilo namaz dhe gjumat. Ka punë tash nuk e fol as namaz. Zotë në çka është kjo? Keq përdorimi të mirave Zotit. Allah i ta thënë qafën. Çka të bën? Ta ngurcon zemrën mos. Njef kjo zemër. As nisan
edhe të largon nga udhëzimi, që është shumë e rëndë një gjë e tillë. Gjithashtu, prej çështjeve është që njerëzit zakonisht pyesin, për shembull, çfarë forme ka, do thotë të keqpërdorimi i mirësive, shikimin tek Allahu Azza wa Jall me po halal, me po këshyr haram. Shikimin tek Zoti, për shembull, me po aty që Allahu të ka leju me po, ndërsa jo aty ku Allahu nuk të ka leju me po. Unë normalisht ka pas raste për shembull kur ka ardhur koha me shku, ose mas dersës apo më herët, me shku me pi ndonjë kafe me dikën për vëllezër edhe më ka rënë sy dhe më ka bukur, edhe mirë ju më di, s'po shkojnë filan vendin, për shkak se ka, do thotë, shërbimi është nga ana e gjinjës femrore. Kur zho mos bofsh, ule shikimin gjithë ditën. Mjafton vetëm po e du këtë, sa kushton edhe mirëmbrëma, ai mirësie. Kaq është. Tash ti kur e din që nuk e ke grunë natyrës së tillë, e para dyta kur e din që Allahu hidhrohet me ty, atëherë më mirë është mos me pi kafën se me pi në ato vende, apo më mirë është mos po frekontu. Zemra është e tillë, është e butë, lakmon, ngacmohet, provokohet, të nëse si e i tillë, rrethana të të tilla. Dhe normalisht çish më urujt, që çdo të mira që po na jep Zoti, e që na ka dhënë Zoti, pe imanit besimit, çish më urujt mos më na u kthy bumerang, e para është me kujtu se këto mirësi janë amanet. Amaneti nuk është i lehtë. Amaneti është i rëndë. Na raport me njerëzit, kur na lëhet dikush një diçka amanet, jemi në gjendje me dek për bukë dhe mos me prek pasurinë e shokut ton. Për shembull, ki nevojë për borxh, dhe mos kohën e kalume që s'ka pas format komunikimit, ti kalon një shok që ka punu në gurbet 40.000 marka. A besoni ajo njerëzit kanë dek për bukë edhe se kanë prek, pse amanet mi kalon haveri jam, shoki jam. Sot më është mënyra e komunikimit më e lehtë. Do thotë i kanë rujt e të mira që ti kalon Zoti, Allahu Azza wa Jall, edhe këto i ke amanet. Këto duhesh me i rujt, edhe është Allahu më meritoi me i rujt se sa çdo amanet që e merr pi njerëzve. E dyta është që me rujt begatit është ti përdorim në bindje ndaj Zotit. Ta përdorim pasurinë me shpërnda libra, me botu libra, CD-ja, me shkollu një student, me ndihmu një familje të varfër, me përkra një projekt, me përdor shëndetin për me marrë dije, forcën për punë, për ilm, edhe për prezantim në mëgjise të dijes. E radhës është me falendru Allahun Azza wa Jall për të mirë që Allah na ka dhënë. Për mirë të mira, me falendru një herë me zemër, me qenë plotësisht i bindur që ti s'ki hisen këto mirësi. Okej, ke punu një lodh, po Allah ta kish marrë shëndetin, s'kishe mujt me shku në punë. Çato 30 ditë që ke shku në punë, në fund kur e ke marrë rrogën, është begatia Allahut se pa shëndet s'kishe mujt me shku. Allahut ka dhënë edhe vullnet. Andaj me qenë plotësisht i bindur me zemër që ti s'ki hisen ato mirësi. E dyta është me shpreh me gjuhë. Allahu Azza ka qef me ta pa mirësinë dhe me dëgju falëndrim prej teje. Edhe treta është me shpreh këtë falëndrim ndaj Zotit edhe me gjymtyr. Që ka thonë pejgamberi sa që Zoti ka qef kur ja jep një pasuni robit vet me pa ato te ai. Çish me pa ato te ai? Që po përdor halal. Çish me pa te ai që po përdor edhe jetën e përditshme. Për shembull, ki mundësi me ble rrobe të shtrejta, të bukura. Blej, Allah ka qef me pa pasunin që ta ka dhënë te trupi jot. Pa te pru kuptohet. Ose e dyta, njerëzit e cilët kanë pasuni, disa pendojnë që frikohen me i lyp dikush, mundohen edhe me vazhdu me një kerr me jetu 20 vjet, a ka mundësi me blendru kerrin, i ka kushtet, po mos po bijnë sytë e njerëzit e tani pikën lipin ndihmë edhe kështu me radhë. Gjithashtu e fundit është me kujtu që mëkatet kanë pasoja. E keqpërdorimi ka pasoja të mëdha. Andaj nuk duhet me shiku mirësinë a është e vogël, a është e madhe. Nuk duhet me diskutu a është keqpërdorimi i mirësive mëkati i vogël a i madh, se nuk ka dyshim që është i madh, por me pas parasysh atë nocionin edhe termin që kanë përdorur selefi të parët tanë, sahabët, ai nocion është la tanzur ila sigharil ma'siyah walakin inzur ila idhami min asayt. Mos e shiko vogëlsinë e gjunahit, por shikoja madhështinë e atij që jetu i bo gjuna. Normalisht në kuadër të ajetit thumma letusaluna yawma idhin anin na'im, pasi që shpjegum dy elemente, e para është dhënia llogari për dhuntit, e dyta keqpërdorimi i mirësive, e treta është shkaqet e shtimit të mirësive.
të gjitha mirësitë e kuptuam që janë mbi Zotit. Edhe tham që Allahu Azza wa Jall i jep kujt doje, me mazë dhe saci të caktuara. As kush nuk ka obligon Zotin me i dhon dikujt diçka apo me i ndalu Zotit diçka. Por këto mirësi nuk guxojnë neve me na mashtru që me marr komoditet, edhe dhe një falloj sigurie se na i kemi meritu këto mirësi edhe nuk ka mundësi me na dalë prej dorës këto mirësi. Përkundrazi, këto ka mundësi me na dalë prej dorës përmes mos falëndrimit. Pra e para prej elementeve që na mundson neve me na shtu mirësitë Allahu Azza wa Jalla është e shukr. Me falëndru Zotin se ai na shton mirësitë. Për arsye Allah tha, la in shakartum la azidannakum. Nëse falëndroni u ashtoj mirësitë. E dyta është devotshmëria. Me u largu nga gjunohet është takva devotshmëri. Me pas frikë respekt Zotin është takva devotshmëri. Për arsye Allah tha, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kush i tutet Zotit dhe është i devotshëm me Zotin, ruaj gjunave, Allahu e furnizon nga nuk ja pret edhe ja hap dyert e suksesit. Kur të tjerët kanë ngushësinë në biznes, Allahu ja çel aty udh edhe i jep mirësi, edhe ja mundson me ja pa hajë mirësive, edhe ja shton mirësitë e tilla. Mirë po natyra e njerit e insanit po flet përgjithësi, që ka thënë Allahu në surën Al-Fajr, fa amma al-insanu idha mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Çashtu jemi njerëzit përgjithësi. Fa Allahu interesant është puna e insanit. Pse o Zot, idha mabtalahu rabbuhu, kur Allahu e sprovon. Pse i tha kësaj e sprovon, se edhe mirësia është sprov. Fa akramahu wa na'amahu. Enderon duke e begatu me të mira. Fa yaqulu rabbi akraman. E ky njeri në përtubime me xhlisë thotë Allahu Azza wa Jalla nuk priton hiç. Bile hala pa ja qel dukush këtë temë çka thot Allahi mu më ka nderu. Me ka zoni valloj lavdate, krenarie edhe me shti njerëzit me vetë. Çka të ka nderu Zoti, cilat mirë që të ka dhënë Zoti, pse po llogaritesh i nderuar mbi Zotit, edhe na ki fillon me jashtë fashë të mira që ja ka dhënë Zoti. Mirë po, wa ma idha mabtalahu rabbu. E kur doja anën tjetër Allahu më sfrau, faqadara alayhi rizqah. Allahu dëshiron që me janë ngushtu rrugët e furnizimit, me janë ngushtu rrugët e suksesit në biznes. Sprov, fe yaqulu rabbi ahanan. Që shoshin insani, subhanallah, që ashtë ime Allah i na falt. Thot Zoti jam ka në çmu, së më ka nderu, më ka dallu pi filan ati ma shumë, më ka dhënë më ka dhënë ma shumë. Pa pik turpi, pa pik marre. Po kia i larg prej te është bina me namaz, larg prej te me ibadet, një diçka në dunja ja jep më të mirë. Ata ka nderu Zoti, ja mu, ja hiç, unë s'kam në fakt, astaghfirullah. I çudi shumë është insani pasha Zotin e madh. I gut shumë është insani, i pangopur. Dhe këtë grask bim të gjithë na, i madh dhe i vogël, hoxhë xhamata e shumë radh. Inshallah Zoti ja përmirëson gjendjen tonë dhe na fal gjunat. E radhës është sadakaja dhe shpenzimi rrugën e Zotit xhallahu ala. Allahu azza ka garantu që apo do Zoti me thishtu mirësit, jep. Na e kena kuptu fjallën jep, vesh më pasuni, jep dije, një farforme jep energji pozitive, me fjallë të mira, me këshillat mira. Allah halem ku bon dobi këshilla jote, hajr. E ka garantu pe jonë se me ka thonë, ma në kasa merë në sadaka. Hadithin ka transmetuar Imam Muslimi, thot kur nuk boma ki, sadaka e lemosha me pëksu pasunin. Kush po e thot? Ai që o ma yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyu yuha. Muhammed sa nuk flet nga hamenja e tij. Ai çdo fjalë që e fol shpallën nga Allahu subhanahu wa taala. Garanc ose Allahu ka thonë fa yudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Allahu thot Allahu ja shton aty me që japin. Dije, pasuni, sa, pa kufi. E kundërta e kësaj është o me yabkhal fa inma yabkhalu an nafsi. Kush do mu kallzu koprac me fshet dijen, pasuni mos me dhon, e ka bu për veti dhe normal nuk e ka dëmtu askën. Lidhja farefisnur është prej elementeve që na shton mirësitë. Interesant përpara, unë nuk kam shumë vjet, po kemi pas respekt ma shumë me një tjetrin, kemi pas vizitat të ndërsjellta. Edhe tash i unë paksu vizitet përkundër që i kemi kushtet se cili ma mirë se tjetri. Kemi haru që atë bereqet që kemi pas, ndoshta ka qenë majtja e lidhjeve farefisnore, vizitat e ndërsjellta. Për të arsye ka thonë pejgamberi men arada an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi ajali falyasil rahimahu. Kush nuk don mi dit skej furnizimit vet, që Allah ja ka caktuar. Mos me dit skej hiç. Edhe me ju harru emri
prej emrave që janë listë me dek. Mi ushty jeta. Feljasil rahime. Le ti mbaje lidhje farefisnore. Dietarët kanë thonë, çysh me ushty jeta, lidhje farefisnore, mbajtja, mirëkuptimi, dashuria, a pas gat ka jetëna? Përgjigja e parë kanë thonë ulemaja, nuk ndryshon caktimi i Zotit. Cili caktim? Çaj që e ka bëu Zoti, që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Kataba Allahu maqadir al-khalaiqa 50,000 sana qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard." Allahu akbar. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu i ka caktu e gjelet e krijesave, caktimet 50.000 vjet para se me kriju qiellin e tokën. Çka ka më ndryshuar ka hoç? E para kanë thonë ulemaja, mbetet ai caktim, ai kader. Çai që u kon që kemi jetu 80 vjet, por Allahu t'jep bereqet qatë shumë jetë sa që do që ki jetu 200 vjet. Po jeton të mira shumë. E dyta, kanë thonë ulemoja, Allahu Azza wa Jall e ka di që filani ka bëbo të mira, edhe ka pas me caktu që me jetu 60 vjet, Allahu Azza wa Jall ja ka ndryshu caktimin. Ama ku? Në qiellin e dunjas të regjistrit me lajkeve. Jo lohi mahfuz. Lohi mahfuz caktimi nuk livrit. Por kur jenë koha me marr shpirtin, Allahu thot jo ende ka kohë. Thot o Zot është e shkruar të na, po te ju është e shkruar, po lohi mahfuz është ndryshe. Se robi jam është mbajs i lidhjeve farefisnore, do thot edhe i shtohet jeta. Pra më dhori ka një njeri, ka thonë ja Rasulullah, unë jam të i majt lidhet me farefisin tem, me kallzu që ma ato që i majt lidhet me ty është normale, me majt lidhet, po ma ato që si ma është diçka interesant. Tha unë e vizitoj farefisin, e nderoj, i ndihmoj. Ata sun vizitojnë, më shajnë, më ofendojnë, e shfryzojnë rastin, më sulmojnë. Çka të bëj? Tha pejgamberi sa më 2 sene. E para është tha, nëse vazhdon çështo që po thu ti, alejke hafidhun min Allah. E ki një mbrojtës nga Zoti. Të runë, për shirë të tynve, për dëmëve të tynve, ka qkoj shikime vetë. Ama, ata si të vazhdojnë hala me të keqen, ti me të mirë, thot jesu kërse duke i gjujtë, thënë gjillë të nëzet në gjuhë të tyre. Thjesht shkatronë këtë dunja para se më shkatronë ahiret. E shka do më thonë, me i mbaj lidhet edhe ma të që i shkëput me ty. E radhës është lutje dhe kërkimi i bereqetit në mëngjes, prej falës së sabahut. Për atë arsye pejgamberi ka bëu dua dhe ka thonë, o Allah, bekoj umetit tem, jepja bereqetin në mëngjesin e hershëm. Njerëzit që kanë punë zakonisht që quhen herët e falin sabahun, edhe nuk flejnë fillën punës, ata më shumë kanë bereqet se ata që nuk e bojnë një gjë të tillë. Kërkimi halalit është për elementeve që Allahu e bereqet. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka ditë që na jemi njerëz, lakmojmë. Mirë po, vazhdimisht i ka këshilluar njerëzit. Edhe sahabët kanë erdhur dhe ka dhënë predikime me Zot lartë që me ndih dhe të tjerë. Një ditë për ditëve del pazar dhe i shef njerëz të po pazar. Teston. E shti dorën në grun, e shti tja i qetri në domate, kështu më radhë me këshu mos ka hile. Edhe ka pa hile. E ka thonë në një fjalë. Plot fjalë ka thonë, po ndërkohë këtë e ka thonë. Ja ju nes, o ju njerëz, ittaqu rabbakum. Tutini Zotit tuaj u ejmilu fi talab. Edhe hapni syt çish pe fitoni dinarin. Çish pe kërkoni pasurinë. Inna nafsa lan tamut hatta tastaghfir rizqaha. Edhe ka dashur me kallzu që nuk bëma ki asnjë shpirt me vdek. Lan tamut, s'ka me vdek kurkush, derisa ta marrë adat furnizimin e fundit që e ka caktuar Allahu për të. E fundit është istikfari dhe pendimi i shpesht. Nëse do Allahu me të shtu mirësit, mundohu para se marrë me flajt, astaghfirullah, në kone si fyrit, astaghfirullah, konë kur qosh mëngjes, mas namazit sabahut, me bo dhikr, me madhuru Allah në zogjel. Allahu tha, istaghfiru rabbekum, innehu kane ghaffara, yursilu sama aleikum midrara, wa yumdidukum bi amwali wa banina wa jannatin, wa yaj'al lakum anhara. Apo doni fëmijë bereqetshëm, apo doni kopshte, apo doni lumej, apo doni shi me bollëk të bereqetshëm, po o Zot, istaghfiru rabbekum. Allahu tha, bini istikfar të Zoti juaj. Pendoni te Allahu Azza wa Jall. Elementi i fundit tek ky ajet është shkaqet e humbjes së mirësive. Normalisht ka shkaqe që i largojnë mirësitë në mënyrë tërësishme, po ka edhe që i zbejnë ato. E para është mos falënderimi dhe mohimi i mirësive. Ka ner dukush me gojë nuk thotë çuni sikon këtu të mira pi Zotit, po sjellja e tij, arroganca e tij, kapadajllëki i tij
Ti jep me kuptuar që po do më thon Zoti që këto janë pi mua, jo pi Zotit, Allahu na ruaj. E dyta është mëkatet. I prishin mirësinë dhe sjellin fatkeqësi. Thot Ibn Abasi radhiyallahu an, mëkati privon njeriu nga furnizimi. Andaj sebeb kryesor për mos bëj mirësit, për mos më apo haj mirësive, mu të largu mirësit, është gjunaja që ti e nëshmon. Sa pi parëve tanë kanë thonën hurrim tu, ju më privu nga namazi natës 20 sene, 20 vjet, bi dhembin fa'altu. Thot për shkak një gjunaje që e kum bo. Ose ai qetri ka hi gabimisht në burg. E kanë marrë një dietar gabimisht në burg, edhe kanë marrë roja, ju ngushtu, shmështiket hosh madh. Edhe thot mos u ngushtoni hiç. Ata që ditën thotë zare pas ka bo diçka. Pse? Thotë e kum bo një gjuna pa 30 vjetëve, e Allahu ka dash mos më korit në ahiret, më korit këtë dunjë. Ka dalë një ditë në burg, edhe ka dalë se ka dalë pa fajshëm. E pse ja ka qitë më vetës, gishin ja ka kthy. Fe bima kasabet aydikum. Allahu na ka mësuar kështu. Sa që ndodhen një keqe, veç gishin ka vetja, jo ka tjerë. E na pse si zgjidhmë problemet kurrë si shqiptar musliman, për shkak të gjithmonë thojmë ka fajt filani alani dhe kurrë nuk i ka fajt unë edhe tjetri. Ka thënë pejgamberi alayhis salam, besimtari privohet nga furnizimi për shkak të mëkatit që ka bërë, thas më thon Ibn Majah. Gjithashtu krenaria me një mallësia është pi sebepeve që njeriu i hupin begatit edhe i hupin mirësit. Vazhdimisht u krenu, vazhdimisht tu ja përmend njerëzve bamirësinë që e ka bo edhe të mirën që e ka bo. Shfryzimin e haram, normal, nëse pasuria, shëndeti edhe gjëra tjera shfryzohen në haram, hupet begatia, lënia e obligimeve fetare. Njerëzit që falin namaz, edhe Allahu ka sfëruar me ju hap dunjaja, me shtu mirësit, shpeshher kanë pas devalvim, edhe s'kam ngjesh stabilitet në çështjet e farzave. Njëre u largu pi namazin me xhamat. Tane shtyrjes kohës namazit para se me i dal koha. E pastaj edhe në shtyllat e tjera të islamit. Për shembull, ka mundësi me kry haxhin, ja si vet kam shumë ngarkesë. Vitin e ardhshëm. Mirë valla, kush po garanton ty që kimë qenë gjallë. Po jo valla, i kom do projekte smuja gosh me shku si vendash. Mora valla, Omer radiallahu anhu të ndërua vëllazër. Sarë që ka fal namaz xhenazës, po flas si halife. Nëse ka marrë vesh që filani ka pas parë me shkun haxh, ka thonë s'mu imi a falë namazin xhenazës, qenë keq. Del që ty falë ai ka thonë dukur në tabienve, apo sahabive, unë s'mu imi a falë. Me pas gjithat pasuni, me dek pa haç, unë s'mu imi a falë. Ka bëj gara me shtyllën e Islamit, pi a falë namazin xhenazës. Po më për haç. Ka marrë serioz të punë. Ose qetë ka thonë zakat. Allahu ka thonë për ata që والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ata që deponojnë arin e argjendit dhe se japin zakatën e tyre, përgëzojnë me dënim të dhëmshëm. Padrejtia dhe shtypja të tjerëve. Normalisht zullumi e hu bereqetin. Sidomos kur janë kuam uda me vëllezërit nga gjaku, ka keq kuptime. Edhe normalisht duhet pas kujdes nga zullumi dhe padrejtia, se kjo humbë bereqetin e jetën e përditshme. Gjithashtu harrimi i nevojtarëve. Shpeshher njerëzit që s'kan pas pasuni, kur të pasunohen i harrojnë shokët e vet varfër edhe harrojnë kohën që kanë kaluar ata vet. Për shembull kur kjo iniciativa më able një nevojtar në banesë punë preshev, erdhi në salë dhe tha 1300 euro i dha. Tha po jap këto para goxh se para 5 vjet tha si më kon gurbet. I më konë të shpia, i më marrë me bujqësi, kushte vështira. Thot që 5 vjetë nda, Allah i bereqet, edhe kur e pash postimin, tha më kujtu jeta jeme, sa shpijën e vjetër e kom pas, e tash shfar pasunije e kom edhe shfar shpijet bukur kom, tha më këthy trakat e mas, edhe thash po jap edhe une në këtë projekt. Gjithashtu zbeja e lidhjeve me Zotin, edhe përmendja e pak të Allah të Azogjel. Nëse do me qenë zemra aktive, edhe do me Allah me trujt mirësit, begatit, do të pa tjetër gjuha jote me qenë e lagur me përmendjen e Allahut azza wa jall. Kanë shpesh rastet edhe te pejgamberi edhe te Hasan al-Basriu, që kanë thonë, i kanë thonë ja Rasulullah, do thotë zemra më ka ngurcu, e pejgamberi më ka thonë la yazalu lisanuka radban min dhikrillah. Pejgamberi më ka thonë, le të vazhdoje, do thotë gjuha jote që të jetë e largur me përmendjen e Allahut azza wa jall, nëse dëshiron me qenën, do thotë i qetë dhe zemra mos më pas ngurcume. Ai qetri ka ardhur dhe i ka thonën, do thotë që kom zemrën ngurcume, atëri ka thonë pejgamberi për këtë kokën e jetimit, ndërsa Hasan al-Basri ka thonë, do thotë mundohu që
ketë zemër me zbut duke dhënë lëmosh në rrugën e Allahut Azza wa Jall. Elusme Allahun që të vëdësomi që këto të mira që i kemi nga Zoti xhallahu ala, ti pranojmë këto të mira me vetdije të plot dhe ti llogaritemi si emanat, edhe këtë emanet që e kemi marrë nga Zoti për këto të mira që na ka dhënë, inshallah e çojmë vendin e duhur duke i përdorur mirësi dhe begatit në rrugën e Zotit. Elusme Allahun që të na shtojë këto mirësi, me na shtu bereqetin, e jo të bojnë këto mirësi sebeb që na me udhënu nesër për Allahut Azza wa Jall. Allah ju shpëlbej për dëgjim dhe takimin e ardhshëm. Alhamdulillahi rabbil alamin.